ritëm të muzikës janë nisëm sonte gjithçka. Përshëndetje shikues të radio televizionit Djesënia, përshëndetje shikues të emisionit Një kafe me Labin. Është kënaqësi që edhe sonte jemi bashkë edhe aq më tepër këtë të diele duke uruar më të mirën për secilin prej juve që jeni në shtëpitë juaja apo aty ku jeni duke na shikuar. Faleminderit Luma Labakut, faleminderit Taulant Rusit, të cilët fakt janë pjesë e pandashme imja, janë natë për natë në studion e emisionit Një kafe me Labin bashkë me mu për të realizuar për të dielën diçka të mrekullueshme dhe të veçantë. Faleminderit Pavinit për aromën e kafes që ma jep, e kremi si zakonisht përgatit kafet edhe për mu, edhe për musafirët. E krem faleminderit shumë që je bashkëlltimin tem. Faleminderit juve dyve plumave, e është kënaqësi sonte, sepse e kam një mikesh timen, mikesh dashur, e veçantë është edhe për mu, por besoj është edhe për juve shikues. Shkenda të bua, është kënaqësi që të kom në studion e emisionit Një kafe me Labin. Faleminderit shumë që të kom masa e save. Shumë. Shumë, masa e save. Sa e save, fix, po. Edhe dalja jeme mas disa viteve është, të me thonë është e para, të me thonë që nuk kom bojë emisione. Inshallah di me full. Po, ato nuk haroj, sa e njejta, nuk i ndrua, ajo shkenda që ke qenë gjithmoni edhe sot. E ndëgjove këngën? Do si ju përmenshin, do. Kjenë njëra prej këngët në atë kohë, dhe me thonë, realizume, dhe me thonë, bashkë me shemin, po. Edhe u mundun, dhe me thonë, Taulantje edhe Lumi me pru më frymen tash të re. Tash të re. Shkend, muzikat mungon apo i heq? Po s'po mungon, se po boj muzikë shumë mirë pingoj tash. Tash e më botë dëgju se... Faleminderit. Faleminderit shumë. Nuk është që... Unë e menej që jam në lamin ku jam edhe ku e kom dasht. Do sene shkojnë edhe me trashigimi. Po. Me thonë, tu nis prej familjes, tu nis mu babe, babgjush, kurse më kanë në knu. Po. Menej që ata janë konë zejtar, ma ndej baba biznesmen, dhe me thonë, unë jë mbrit me një frym tjetër, faktikisht. Po, ma herët... Qështë pa të marë qatë virus qatë herë? Po, fix virusin. Ma herët, unë jëmë konë nështë prej atyve femrav që e kom dasht famën. E kom dasht, në ka pëlqy fama. Edhe ku kom jetu në Gjilan, u konë qyteti i vogël, edhe në Gjilan, nështë jena kom pak femra, ashtu që jena kom të mirat bukra, edhe më ka pëlqy shumë vetja, kur kom shku për mes mas pari, se kom një strukturimin tem, ka pëlqy gjithmon fotografia, gjithmon kom dash me bë fotografi. Edhe se që shumë hina i virusi i kangës, unë e menej që u konë ma shumë ajo pjesa, sidomos kur e pata hap qendrën e dëpsimit, u konë ajo pjesa se s'ka pas TikTok ose Instagram që ti me tregu vetën në qka je mirë ose në diqka. Dhe lab, kënë e këthirë të në emision, pa kënu. Se këthirë të kënë. Në diqka këndash me bo një kam, me bo marketing. Edhe për marë. U konë shumë, marët emisionet u konë shumë zërti me shku në emision, anë një prej Kilanit, me shku në emision Prishtinë. E mënej që u kona e forma... Për me gjithë paraqitjes televizive, nështë ta si figur publike, e nështë ta nuk u konë mënyra ma e duhura me kongë. Sepse nuk u konë ajo të cilën unë e kom dasht, ose kom ditë mas mirë ti me bo. Mënej, mirë po njeri, shkë këtu e gjithë vetën. Se më ndonë se s'ki ditë me bo mas mirë? S'kom ditë sepse nështë ta unë e kom dasht rezultatin, po asë njëherë procesin. E kom dash rezultatin me hec kanga, mu bo kanga het, me mgu njerëzit, pas njerë procesin, kom pritu shumë me shku, me ingjizu, kom pritu shumë, nuk e kom dash procesin. E momentin që nuk e dam procesin, e më dhe nuk je lëmin e duhur, ato e menoj. Po televizionin po? Televizionin dasht po, televizionin po. Nashta ti isha kome vjetë tash qysh janë interneti edhe krejt gjanat, menej që isha konë jo me kongë, menej që isha konë me lëmi tjetër. Me lëmi ku je? Fix, nështë edhe me lëmin ku jam, për nështë edhe nuk e di, vesh lëmi tjetër, jo. Sonten vjen më e kompletume se kur?
Me kompletume se kur po flasë, dhe më thonë, në atë aspektin për shkak se je përmbushun me biznesin që e ke, je përmbushun me dashnin që e ke, je përmbushun, dhe më thonë, me dashnin e jetës që e ke përzgjedhë, dhe më thonë, kështu që sonte vjen më ndryshe se asnjëherë tjetër. Se asnjëherë. Është fakt, një vit i bona martes, jam me një njeri që po më bën shumë të lumtur edhe shumë gjali mirë, se edhe te njepe, kështu që se s'pëti me fol pak. Aso nësë më gëse me hy me fol, fol pak, po. Po, vëlla i mirë. Po, i mirë, po, kështu që faktikisht jam shumë e përmbushur, është shumë, nuk është e lehtë për me vendos. Unë veç jam për një gjë e lumtur që jam martu moshën 36 vjeçare. Do thonë gjithmonë kom thonë vetës shkenda ti nuk guxon mu martu e re. Sepse është puna, është karriera, mandej vjen martesa. Edhe unë e kom pas një njeri afër meje disa vite që ka ne dhe që më ka prit për mu martu. Po të përgëzoj mas parti për moshën që e të regove, cilin mosh je martu, përse zakonisht na nuk e parapelqejmë, dhe më thonë, me pyt një femën për moshën, e kryesisht, dhe më thonë, e bukur është e të regove vetë që në fakt edhe je një motiv i mirë për ato vajzat cilat faktikisht të tojnë, mendojnë që ju ka ik dita e martesës, kërti ka janë 30 Unë menoj faktikisht që është pak psikologjike për shkak që duhet me të regu moshën. Unë kisha dosh mi pash nësa edhe 50 vjetë, sepse jam e përmbush dhe me arritjet e mia edhe me krejt gjana që i kam. Sikur unë vetëm t'isha martu dhe mos kisha bu kur gjë, nashta edhe kisha më shef moshën. E menoj që njeri do të me punu me vetën, do të me pas arritje. Moshën, unë sot me thoni kam edhe 50 vjetë, dhe me thonë nuk ka lidhje, pse menoj që kom bu diqka. Mu vjen mirë që ti ke ecë, je rritë dhe më tonë me biznesin, do të vim, do të flasim pakës ma vonë, veç po ndalë nëse masi veç jemi tek jeta personale e jote, tek e përmbushja jote. Kaloj një vjetë për i dasmës, një dasmë gjigante, një dasmë e mrekullueshme, mbi gjitha, një dasmë për ata njerës si faktikisht cilët i ke zemrës dhe ki dash mi pas pjesë e asaj natët veçantë. Po. Shkoj gjithë shka për mrekulli, sot tash mas një viti, kur e shevë, dhe më thonë edhe... Videot. Po, e para është që kom pas edhe shumë për krajnë edhe t'ju. Mas pari për krajnë tonde. Unë e ditën që e kom vendos, dhe me thonë, data jem është silë krejt rreth juve. A jeni këtu krejt, se nuk e bëj darsmën pa familje kuptote dhe shoshnin tem. Gjithë shka ka shku okej, mas pari mirë që kom pas Milotin organizator, kom pas ty që më këndimu, Shemen, gjithëqysh, më sta haraj, nuk di tjetër kanë, po që kom pas kacin, dispozicionar vrin, se ata në dhe shumë zonën, Ylkën, dhe me thonë Ylka ka kënu të donë e ndarë, me shumë zemër karë, me shumë qef, mande i këngëtar tjerë, dhe me thonë se s'po mbin mene di që jam konë shumë, Alban Skenderën, mami që ma ka pru, ma ka bodurat, sepse unë jam fanë se Albanit, më pëlqenë shumë se që shkënë në Albania. Elitën 5. Elitën 5, ku zbo darsme, pa Elitën 5. Mandej ganën edhe monin, se faktikisht ata vetë kanë shprej dëshirën shkenë për hatër të babës tem, se i kishim thonë babës tem një vetë para se me ndru babë jetë që kena me kënu ndarsën të shkendës. Se babi u konë adhurus i ganës. I ganë, po. I ka përqy ganja shumë që shkënën. Mandej Aurela Gace, dhe me thonë ajo... Ajo kulmi është. Kulmi, po, se kreti din, po mdoko që veç pi për meni. Po më sikur për këthej filmin. Po që kësha dash një gjanë ndarsën tem, kësha dash më konë, unë e musafir. Në më dhonë musafir që më knaq. Në mësë sina që kemi qetë që jemi knaq. Fik, se nuk e di pëse më konë e pak e diqësie e stresume dhe u dashko në stop me nejtë në kom. E di e maj men që e pata marrë një kofe me akulla, kisha ishte isha komp në akulla, edhe delsha me kërcy. Se të isha unë dona me maj darsmen. E në më dhe pëse kresh është një ja, krejt jemi knaq, ama ishë interesant puna e nusës, nusja për maj ke darsmen. Kur janë nusja e dhonë, në disponim, atëra janë e gjithë sala, dhe më tonë, dhe gjithë asmortë janë të lumëtër. Shken,
kur jemi tek familja, e përkushtuar jashtëzakonisht je për familjen. Domethënë edhe familjen tash familjen tonë, por ke qenë edhe më herët e përkushtuar jashtëzakonisht, domethënë edhe për prindë edhe për familjar tjerë. Përkushtimin është shumë normal që familja është e shajt, edhe na që kemi kalu shumë periuda, shumë shoshnive, shumë të njerëzve, na veç e kuptojna që me familje nuk vjen kërkosh, edhe normalisht që përkushtimi jam për familje është e pa diskutushëm. Jam vetë tip që gjithmonë jem konë për familje dhe jam për familje. Në që familja është e para tani janë sene tjera. Sene tjera, po. Po jeton në Kosovë? Po në Kosovë jetoj, se kitë ma bojnë këtë pyte dhe qysh e pru në burë në pjesë vitës në Kosovë. Për këta për të vezë, do me tonë për shkak që unë e di. Po, kema, menojnë që jetoj. Nuk kisha mujt asë njerë me lëshu venin tem. S'kisha mujt, komplet e kom investu shumë njerës, shumë punë, shumë gjana. Ata ma mirë në të kthejen edhe pse bure është veç mentori. Po, mentori. Mentori e ka biznesin me Zvicrës edhe Kosovës, gjatë që ja ka lehtësu punën më shumë, e di që e ka pas pak ma vështirë, unë asë njëherë nështë se kom falimderu, mi thonë falimderit shumë, që nështë kellun shumë gjana, edhe vjen ke ardhme e tu në Prishtinë, asë njëherë e si kom thonë. Kështë që po e ndëgjon tash për mjetë emisionit. Shken, ti një farë mënyre, po thush që po jeton në Kosovë, por me qendra nuk je vetëm në Kosovë. Je shpërndarë për kudo në për Evropë. Në për krejt botë, faktikisht në tri kontinente jemi. Kjo e bukura, dhe me thonë, se për shkak biznisi i Shkendës u shpërnda edhe është kudo, kështu që nuk është edhe jetes që është kjo, se është je për një vend tjetër, për një shteti, një shtet tjetër. E bukur është kur bëhet gjithçka edhe arinë dhe ka suksesi. Është e bukura asajna të paktën na u ka shpërbly, sepse me të vërtit unë komponu shumë, që 14 vjetë jam non-stop mas kësaj pune. Edhe nuk ju kom da deri momentin që kjo punë ka shpërthy në krejt Evropën edhe në krejt botën, sepse unë kom besu në punën që e bëj. E rëndësishme është unë e kom besu ato. Kur kom dalën e para 14 vjetë, edhe kom folë që hej, unë e ty dëpsoj për dhe ditë me nxehtësi, me infrared, njerëzi mu më kanë qujtë qmendur. Po. Pse s'përdupson vetën, pyetja e parë pse s'përdupson vetën. E pastaj sende tjera. E gjana tjera, çka po flet kjo, unë veç e kisha kriju vetë pajisjen, e kisha provu vetë, veç e disha se çka po bëj. Edhe unë veç s'kom hek dorë. Me thonë veç nuk kom hek dorë, edhe sot flet shkenca për tretmanin tem. Me thonë, tash janë shumë studime, tash kanë studimet prej Francës, prej gjithë kafit, sepse po bërë mrekullina. E kjo është ajo cilën unë ja kom arrit qëllimin. Edhe një gjatë tjetër që ja kom arrit qëllimin është sepse njerëzi mas pandemisë janë vedi super shëndetjen. E kanë kuptu që ma mirë është me parandalu se sa me blej barna, se sa me shëru. Parandalimi është gjithmonë ma e mirë. Edhe unë mendoj që ja kom rrit qëllimin që brenda 10 vjete kur njerëzit në përbot kanë me folë për mirëqenjen, kanë me përmend që Kenda është e para e cila ka fillu me përmend ose me përdor metodën e mirëqenjes. Unë veç ja kom arrit qëllimin, dhe me thonë nuk e kom gajlen. Nuk e ki gajlen? Jo. është stabil gjithçka, po gjithçka mirë, perfekt, është më thonë të shku. Që të bënë mundi kur e shë dikon masaj sa viteve për ma shemëll rrugë tash edhe kur të falë teje, apo më shetë qësh jam? Qësh jam? Me thonë drejtëm para 5 dite e kom taku një gru edhe më ka vëta ta 20 kilogram ta i kom hekte ti. Tha edhe nuk i kom shtu që 3 vjetë, asë një kilogram, është shumë mirë. Tu e marë parasysh në pesha është individuale. Ato nuk e kemi asë në ndorë. Na qka garantojmë? Unë nuk muna me të garantu ty dëpsoj, të bëj hajde ti. Na garantojmë që ti kemi dëpsu mënyrë naturale të shëndetshme. Me komplet certifikata ndërkombëtare, me krejt gjana, që ti shëndet jëtë asë njëherë nuk kam u prejkë, që kjo është mas pari me rëndësi. Na nuk jena asë qaj për dëpsim, na nuk jena asë barna për dëpsim, na nuk japëm njerëzë me jodhon gjana që asë nuk e dimi se qka janë. Dhe me thonë, na jena me mbështet në rukëtimin e tëmbe. Garancioni të na është vetë klienti. Me thonë, vetë aj personi cili vjen, do të me kuptu që na, me thonë, ti e ndorën tonë, jem programin tonë, për ti do shmë ju përmbajt programin. Nuk e përmbajt, po. E menej që arsyeja vetme që kemi mbjetu kaq gjatë,
është sepse dobësimi është biznesi më mashtrues i njerëzve, sepse njerëzit i mashtrojnë shumë, i mashtrojnë me shumë gjëra, valla dobëson ajo, dobëson kjo, domethënë gjithçka ju bën njerëzve. Arsyeja është sepse na gjithmonë kemi dalë. Po, për dobësim. Po, gjithmonë kemi dalë edhe kemi thonë që na ti je vetë garancioni ti ke marrë më dobësu vetë. Edhe pse më mbështete me shumë suplimente. Ne kemi shumë njerëzve që ju tregojnë magnezi, gjana tjera, të cilat ti dush me pi. Unë mendoj që mbi pesha, sidomos këtë e fundit, stresi është shkaktori kryesor. Po. Njeri për stresit han. Po. E mendoj që njeri për du me adhonë si një këshill njerëzve, para se me dash me u dobësu, qoftë fitness, qoftë vrapim, qoftë dikon, pse vrapimi është shumë i mirë, sepse do të me kuptu që stresi ti disbalancon hormonet. A ka ndodhur gjatë këtyre viteve që ke ditë më ullë edhe me kajtë? Që tashti njeri nuk e din edhe për çka ka, unë e ma shumë kaj fikzimit, se pjedhmimit u bo, mo. A din di qysh? Shkaj, hajtë. Shkaj u bo, a din s'ki qka mi bo. Unë kom kajt veç kër më ka vdik babi. Do me thonë, kër më ka vdik babi, me thënë drejten, nuna me thonë që s'mu kanë tërë lët. Edhe sa herë, kër kom folë për ta, kom kaj. Qaj ato muna me thonë që e kaj. Përsa i përket gjanave tjera, për pune, për sene, nuk e di me nej që jam e gjallë, kam shëndetin kreti bëj. Si pse me nej. A pikzimit, po. Kur e përmendet, dhe me thonë babin, e përmendet, dhe me thonë që ke qajt atë shumë, po nuk me thonë që nuk ki qesh edhe në faktikisht me njërin prej kolegëve. Ta shtu po e përmendi, Adnan, nuk je normal. Së është normale. Faktikisht, po, ka pasur dhe si raste më thirë. Mas një kohë, takona unë me Adnanin edhe ulla. Adnani, Adnan Plaku, Sofia. Po, më të harojnë, apo. Edhe më thëtë, qyshtë, birë, po do më të ka du të diqka. Thash, hajde vjeta, qa ka, tha. Fart jë më ta kur ka dek baba, ja, ta se veqë në pa babi, është një stona qysh, bre. Ta ti s'puna mi ojnu. Hadi në me thonë sepse vdekja s'kish i laqë, nuk thejet ma, kështë që ma mirë është me bëj gare, ma mirë është me marrë vetën, shumë tjeshtë, se asë nuk jam e para, asë e fundit. është vështirë me ditë me menagju vetën, dhe me thonë edhe me biznesin edhe me jetën private? Unë punoj shumë e vetën, po du me hi këtu pak, sepse njerëzit sëtë kam qaftë marrin diçka prej meja. Kur thëmë punoj shumë e vetën, unë çdo ditë e përmirësoj vetën, çdo ditë e ndryshoj vetën, çdo ditë qasë më pëlqen, punoj me vetën. Edhe atë mesin e artë, me punën me vetën jë mësu me majtë, sa asu nuk e kom ditë këtë gjo. Kështu që, po, menej që po, do më thonë, dinë edhe me kritiku vetën. Fiks, po, kam ko për familje, kam ko për shoshni, si të bote premta, s'ni për kur gjo. E premta është unë e djele, unë e më nuk ni për kur gjo. Sepse tashte kam edhe bashkëshortin, kam edhe nanën, motrën, tashte kam edhe një nip që ma ka kënar zemrën dhe di me majtë të dy atë. Dhe më thonë, kështu që e premë të shtunë dhe dile, mëse ngustin shkendën që është e shymon, e ekon prej sikirit. E bukur është kur në fakt ti e kryon, e realizon, e qënë pikën kur duhet, edhe në faktikisht, por ju njerëzit që e ki marrë besimin ndaj tëre. Ta është ti po e thamë, njerëzit që ki marrë besimin janë stafjët. Janë stafjët që në fakt ti sot ke marrë një liri, se sa që ke qenë për para. Se për para e du më shku vetë, ke ndajt më orë tëra, sot janë stafjët që e ki besimin njerë zakonisht në malë ndaj tëre, edhe ata e realizojnë deri në piken e duhur e qojnë edhe punë. Ne kemi edhe një mega ekip, që është shumë e madhe, po edhe një super ekip. Unë ka njerë thëmë super ekipa është, emri super ekipa është emri ma i mire. Po është fakt që ma herët është dasht më marë edhe një baski me vënu, dasht më qu me vënu se s'ka pas kush. Tash normalisht është do herë të rrit, po rritën edhe përgjësit. Normal është aja. Mirë po, ekipa është ajo, muna me thonë që jam shumë ma e fuqishme tash që e kam ekipën. Edhe kam, e mira e sajnë është, unë jam në dheqet ekipës, normalisht, Dafina, motra është, gjithashtu se kjo është biznis familjar. Kenda, brendi Kenda, është i Dafinës edhe i Shkendës. Po fakt që Dafina se ka dosh kur televizionin,
Unë e kom dash televizionin. Fix, po. Aja ka qëndur mbrapa gjithmonë? Mbrapa gjithmonë. Edhe njerëzit nuk është që e din, mendojnë që veç une, jo. Ne kemi kryu bashkë me Dafinën. Okej. Po më intereson, a je dëshpru për ndonjë vendin, ndonjë pike që e ki pas? Jo prej stafit, po mendoj, jo prej njerëzve, po ndështë prej stafit, prej atina që ki besu, që ki me bashkëpunu bashkë me ta. Sepse në për çdo shtet ti ki bashkëpunëtor të tu. Fiks, po. Unë me në bashkëpunëtor që jemi bashkë, që punojnë bashkë, ata punojnë për veti. Kuptohet, sepse qandrat i hapin edhe. Unë mundona gjithmonë me i supportu, mundona gjithmonë, sepse edhe një pjesë marketingut, kogja një pjesë të madhe, ne mbështesim çdo qendër që hapet jashtë. Nuk kom pas asnjëherë që më thonë me diçka që ndoshta më ka idhnu ose diçka, sepse krete kanë për veti. Amo supportin maksimale kanë prej neve. A kena i kujtim të veçantë prej klientëve tu jashtë Kosovës, jashtë vendit? Se zakonisht ty të bjenë edhe mi taku dhe me thonë edhe jashtë vendit se ku shkone për qendrat tuja që i ke edhe të bjenë edhe mu taku edhe me ta. Po kam, në Gjermani kemi 4 qendra dëvësimet edhe isha njëherë në qendrën në Valambrajn, është kufi me Zvicrën, edhe një prej klientave ishte një doktor kardiolog, ai Gjerman. Po. Edhe më hyrin zyrën ku isha unë aty dhe pianist me më folë gjermanesht, unë najn, se s'disha çka me thotë. Edhe po vjen ajo zoja që, partnerja që e ka qendrën në Valambrajn, thash qa po thot, po më drejt tot, aji e vedishme se qka ju ke pru njerëzve këto. Këthej e doktori. Edhe unë i këtheja, po, a vetës s'pifas. Ja, good. Ja, sepse spjegoj ke mënyrën e vetë se qysh hapën në të gjaku, se qka të bënë zëtësia termika, e spjegoj mënyrën e vetë. Edhe tha, kjo është shpëtim, tha për njerëzit. është shpëtim si kana, e mirëqeni si kana. Mandej kam raste tjera, sepse tek ne dalin edhe shumë, e kemi për shembull, është kolumbiane, që del flet për neve, kliente që është dëpsu. Kemi shumë klienta, dhe me thonë që janë të jashtit, edhe ju pëlqen shumë tretmani edhe e bojnë. E praktikojnë shumë jashtë programin kenda. Ka pas në ndonjë moment, dhe me thonë që ka arti kush drejt teje edhe ka thonë shken, po du më bo si ti? Tash ma shumë i kom nanat. Dhe me thonë, kam shumë rast që vinë, thëtë që sa i qikës tem, gjithmonë i thëmë mere shembull shkendën. Mere shembull shkendën, dhe me thonë, tash në ashta ma shumë nanat. Ka raste që jam për atyve njerëzve që ju pëlqen energjia jem, ju pëlqen ajo besa edhe sepse Sparta Bojniku që është influencira e famshme, është pjesë e ekipës tonë, edhe Sparta më thotë ti si jo këta pod. E po, ka. Edhe një pyetje rreth kësaj, dhe me thonë çështjes biznesit. A ke mendu me pas... Vesh më sëmë vetë sa pari ke bo. Jo, sa zakonisht për që je milionere. Me të vetë unë s'kom nevoj, se milionat e di që i ki. Po du, a të ka shku mendja me pas trajnime, seminare me mbajt, për vojzat reja, për ata që të fakt dojnë me pas biznesin, dojnë më marrë me biznes, me thonë, në këtë rast, për femnat. Po, faktikisht e kom pas konventën e parë, po që kemi pas bashkë me Deniz Gafurin, edhe u konë shumë e mirë, u konë shumë eksperiencë e mirë për mu, edhe po, mendoj që kome sa të mëj ku me lëbu në këtë farë aspekti se qysh me bo biznesin, sepse faktikisht nuk është një diçka të cilën valla unë e po di edhe po dalë po flasë. Na mojna shumë trajnime, na shkojna trajner ku ditën e pagujna dikun gati 10.000 euro në dite për një trajnim sales, do me thonë që shkojmë vesh me ndëgju se qka po na thët. Mandej non-stop jemi në analizat, biznesin, non-stop në gjana, dhe me nej që përvojën tem ja kisha dhonë njerëzë, me i tregu rrugën se qysh me bo biznesin, pse jo. Neve s'ka pas kush me na mësu. Muna me thonë që nështë 7 vitit e fundit jo marrë shumë e këtë pjesën e trajnimeve që i kom njekë non-stop të biznesit. A ki numru, dhe sot se sa
jo pare, për sa pacienta, dhe më thonë, jo kjebë vetë besimin? I kemi. Tash jemi plus 150.000 klienta. 150.000 klienta, da. Po jemi plus 150.000. Nuk e di statistikat e sakta, sepse e di që kjo punë kom para një viti, po jemi plus 150.000. E bukur kur, se unë për thamë, jebë vetë besimin, sepse mbi gjitha është kur e kemi mbi peshen dhe kur e hupë, dhe më thonë mbi peshen dhe vjen peshe, e me një besim, dhe më thonë edhe është normale, është normale. Po du pak mundal të jeta jote, jeta e asaj kohë. Jo tash e kësaj biznesit, po të kthej prap, dhe më thonë, prap po të kthej, dhe më thonë që ka qenë ndryshim, dhe më thonë, ajo kohë e jotja, ka qenë, dhe më thonë, një eufori, po dhe një dashuri e të regove, që jo vetëm ndaj televizionit, po ka qenë e bukur sepse konë kontakti, raportet, miqësia, shoqënia, që edhe sot e kësaj dite e përmende, i the që i ki pas të ndashëm të shumicën për i kolegëve, që vazhdojnë mi pas pjesë tonë, dhe më thonë, prej asaj kohës këndimit. Ti nga bëjshe do ultime që si to nga bo ma. Ju ka marrë malli për se të ultime. Faktikisht, qëfë se në almi me mendu, jo pëse jam sot të ti, se unë e thëmë edhe kurs jam të ti, qëfë se në almi me tu, momentet më të mirat më relap ma nga ke ofru. Unë e krejt ta njerës që i njaftë të stradës, unë e njaftë për mes në javë që i ke bo, udhime që i kena bo bashkë. Edhe me krejt kam shoshni. Edhe kam që aty ku e lo muhabetin. Kjo është shumë e bukur me nejtë. A ki me dikon që të ki mirë? S'kitë që unë e se di, nuk jam asi tipi mojë dhënu, mos mojë dhënu, diqysh sti. Edhe nuk e kam, nështë kam dikon që ma nuk isha dash me pranu jetën temë, sepse nështë nivelli komunikimit me ta nuk është ma nivel ku unë jam. Amo jo për diçka që me thonë është e keqë, ose i keqë, ose diçka jo. Nësë të afrohet së dikush për kolegëve të thotë po du duhet me bo me ty, a i kështë bo? Po unë s'knaj. Adin të qyrë në s'knaj. Unë me nej që mirë jëm që trugë, se këngëtar ka sa dushë. Nuk s'është s'knaj ma. Nuk në, jo. Definitivisht. Edhe kongën me Rikin fund që e kom bo para 3 viteve, ajo konë dëshire mamit. Pesh që edhe njerë tha të shofë të knu, thash, hajde evre për bojna një kongë edhe e kom bo. Thash nuk e du procesin e asaj pune, sepse unë jam tip që, pse se du procesin? Unë e kom qef me flejt 8 orë, 9 orë. Po. Dhe më thonë, nuk jam tipën që rrita natën, shkoj kënej ta natën, nuk i kam ato. Unë ushtroj 2 herë në dite, edhe në më thonë, e kam një jetë, ushtrena mirë, flej mirë. Edhe në më thonë, jam pak, e kam jetën jo me motiv, e ka me disiplin, sepse unë e motiv jam non-stop motorat edhe esti ka. Po, është disiplin ndaj vetës. Disiplina, po. është disiplin ndaj vetës. Shken, po du pak pas jemi të një kafe me labin. Me kënd ka marrë madhe me dalë me pi një kafe? Se zakonisht që kam pyetjet për çdo musafir që ju... Me kanë, fshet paske me kanë. Pas ka marrë madhe me pi një kafe me yllkën. Me yllkën? S'kom pi prej darës mësë. Dhe me thëmë me yllkën, po, pas ka marrë madhe shumë me pi një kafe. Me yllka kuqe? Yllka kuqe, po. A ka për atënve që ke dalë me pi kafe? Ki mendu që ka me qenë kafja ethë? Amel për të ka dalë ethë? Jo, bre se tashtë edhe pedin ashtë edhe për mes telefonit. Sakta vedin qka është mua betit. Jo, s'muna me thonë që e ethë. E amel, e mesme, edhe ethë. Ku është jeta jote? Amel e mesme ethë. E amel është. Edin është e amel. Sti jam... Edin... Nështë njerëzit mënon me gjetë lumëturin të njerëzit tjerë, unë jam pja tëmve që jam pache, dhe me thonë. Da gjithë kohës e një knarëci, unë edhe tunaj tash me ty jam të një knarëci shumë të madhe. Ati dhe me thonë, vetë jam me nëjnë qatë pikë. Shken, në cilën shtetë e ki pi kafen më të mirën? Që e kujtan, po. Që e kujtoj. Në Itali. Në Itali. Italia është edhe një ndër shtetet në favorite, dhe me thonë që kur shkoj në Itali, unë rika 20 ditë. Me thonë, kur t'hitë të skanat e poshte, as telefoni nuk e qeli.
Nështë muna me thonë që Italia është një prej destinacionet cilën pëlqen me pi kafen. E di që nata është shumë e bukur edhe shumë e veçantë është edhe kjo intervistë që e pata me ty. Uroj që mos jetë e fundit, sepse ti veç pas sa viteve, dhe më thonë, është intervista e parë, kanë nevojë njerëzit me të pa në televizion, kanë nevojë njerëzit me të pa të tregu edhe për punën, për suksesin, për të arriturat, edhe aq më tepër, kanë nevojë ato femrat të cilat fakt mendohen se çfarë me bo, mendojnë që nuk kanë shpresë, po duhet me pas vetbesimin edhe kanë nevojë me të ndëgju të folë se çush arrihet edhe çush vihet deri aty ku do. Është fakt që kam e fillu me shku në për intervista, pak kom pas nevojë me pushu. Edhe nuk isha më çka me dhonë la. Dhe më thonë, delësha, okej, shkenda qire një qendër në Kanadë, Maroko, në Gjermani, në Zvicër, në Austri, okej. Më thonë, mu do kësi kur po përsëritet si epizoda. Mirë po tasht, e kemi kriju një pajisje. është The Key of Life, po e qujmë. është pajisje vetëm jam bot me nanoteknologji, që shumë shpejt ka më u lansu. Muna me thonë që është krenaria, sepse është shumë pajisje, është shumë e mirë, është për dëpsim, është për hapin e meridianve, është me gyromagnet, dhe me thonë direkt e pjesë të relaksuse. Me një fjallë nuk di me ta përshkru, shumë pajisje e mirë, edhe nuk ekziston botë, e kemi vesh na. Edhe nështë tash muna me dalë me kallëzu për gjanat e reja, se mu do ki krejt njejtë. Nuk ka njejtë, dhe më thonë, edhe kjo intervist nuk ka njejtë, se këj shumë shpejt për një vendit, një vend tjetër, për diçka tjetër, për që unë po të falenderoj edhe po të uroj ta kesh shëndetin edhe këtë mirat e Zotit, bashkë edhe ty edhe bashkë me bashkëtortin dhe mentorin, që e faktë unë ju kam dyve për zemër, kështu? Falenderim për ty. Qepse, do këta duna me thonë, pëse. Unë e ty shumë falenderoj që kur pa ta thirë një herë, ke pas emision në Poplabin, kulmin e vetë. Ta është labre e kom bo një kanga po merë edhe më thave, shkin be ty vesh si këngëtari s'mi me të pa. Unë po të falenderoj, se në ashtam kështë e bo te për të famshme, e si isha sot qëtu ku jam, ma mirë se muzika. Kështu që, më shile me kaqë. Pas hajë. Hajë. Ej, faleminderit shumë, faleminderit. Ke një bisedë e këndshme edhe bukur, uroj edhe besoj edhe për shikuesit. Bashkë me ty sa jam këtu, e bukur është edhe këta një këto momente se do të ndalna të Luceni edhe të emem për ndryshë një vend, shumë afër Lucenit. Më vjen mirë kur e shoh të arriturat edhe sukseset në këtë rast shkendës, edhe në anën tjetër shkova, edhe rastisht të takova, vizitova, në me thonë njërin prej restoraneve që është restoraneve më i frekuentuar, më vjen mirë sepse ishin krejt troje shqiptare në një vend, kishte punëtor prej secilit vend shqipfolës, por klientela ishte nga nacionalitetet e ndryshme të botës, e bukura ishte ushqimi i mrekullueshëm, por e bukur ishte sepse i kishte edhe salla tjera që për evente. Nuk ishte vetëm restoran, po mund që me organizu edhe ditindje, edhe dasëm, edhe hajgje të ndryshme. Kështu që bashkë me Kelbendin, bashkë me Kellis restoran, jeni këto momente, pastaj vjen me marketing, pas marketingut vjen pjesën tjetër, bashkë me lumin të Hollandit, kush të ndau prej me shpat ka safi, sonte në një kafe me labi.
Kelmend, është kënaqësi që sonte jam një kafë me lavin, jam bashkë me ty, bashkë në vendin tënd, ku faktikisht tuja që fillon ditën dhe përfundon ditën në këtë vend shajt. Është kënaqësi, mirë se erdhën. Mund bëhet qefi edhe më vjen mirë që jam pjesë e jotja, pjesë e këtij restoranti gjigant, po e them gjigant për shkak që është në zemër të Lucernit, edhe po du më ndal pak me ty. Sa ka qenë e vështirë me pas këtë restoran, sa ka qenë e vështirë dhe me të më ardhë deri sot ku këto që katja merdh. Faleminderit. Se do bëj se çdo fillim, do të thonë që çdo nisën është e vështirë. Sidomos do të thonë këtu në Lucern, do të thonë ku ka Kelmendi, normal janë kanë vështirësia. Por apet unë kam besu, do të thonë në konceptin tim edhe çka do më bëj edhe planet e mia, do të thonë se i kam pas edhe normal që kam marrë këtë vend ku e kam pas se çysha, çka është ky vend. Kam ditë se çysha dhe kam u bën. Dhe për atë arsye domethënë kur nuk jam dëshpëruar. Pavarësisht domethënë se ka vështirë, ka sfidat e mëdha, ka sakrificat, edhe kur domethënë nuk jam dëshpëruar dhe gjithsesi më kanë i bitëm domethënë se çka du më bën, çysh du më bën. Jenë moshë shumë tre, domethënë edhe ti vetë personal, por edhe shtapin një kërësirë që janë kretë një moshë tuja, si me pas një familje, një vllazni tuja me punu komplet. Po, kam pas fat edhe me stafin, domethënë, unë gati jam domethënë më i vjetër, edhe se jam i ri, gati jam më i vjetër domethënë në stafin tim. Kam pas fat me stafin, se kam një staf shumë të mirë, domethënë se bëjnë me pasion, e bëjnë me shef, janë shkolluar edhe bëjnë këtë punë domethënë me zemër dhe me shpirt. Kur jemi tek stafi, sa veta janë në stafin për përgjithësi? Të stafi domethënë çka i kena stash janë domethënë 7 se janë domethënë fiks, por vikendov shkojnë deri në 14 punëtor domethënë. Deri në 14 punëtor. Sidomos premtja shtundja dielja. Premtja shtundja dielja domethënë se kena shumë festa të mëdha, kena rezervime më shumë dhe normalisht duhet të më forcu domethënë edhe në staf. Po du më ndalë prapë të stafi, se e bukura e krejtë sana kur ka marrë dhe herën e parë, dhe më tonë takimi jam mes meje mes teje, por edhe takimi me krejtë stafin, dhe më tonë gjithë stafi poni me shqip, më duket. Stafi përgjithësi janë këtë shqiptarë, janë prej krejtë troja dhe më thonë shqiptare, prej Prizrenit, prej Klinës, prej Pejes, kena prej Tiranës, kena prej Shkodrës, kena prej Maqedonijës, dhe më thonë Tetove dhe Gostivarit. Jena një staf shumë interesant, po janë këtë... Paske bo bashkimin kombëtar. O desh me bo. E bukur kjo, e bukur bashkimin shumë kombëtar dhe me thonë me një vend. Gjëzgjom, edhe pse jemi restoran, jemi me vend për para, edhe e komën patjetër kafën, do me zdosh, se jemi një kafën gëzuar, faleminderit shumë për mikpritjen për gjithë shka. Mbrapa mnesh, këtë në fund atje, është një fotografi. Edhe këta kisha dash mund dalë, edhe pse ndërsa nuk i qef me përmend, në basë historisë dhe takimit tonë të parë, kur kemi ndajt, që gjyshi u kona i thari i parë që ka thonë i zotë, ama bjetë zotin do njere, me pas restorant temin. Ai nuk ka pas mundësin, nuk ka pas fatin, të rego pak a shumë. Po, gjyshi jam gjithë ka pas andër, edhe ka pas dëshirë me pas një restorant vetin. Dhe mu, gjyshi jam gjithë ka pas jaran. Ka dashtë, më thonë, dhe e kena pas, unë nuk e thrasë gjyshën, e kam thrasë gjithë pa balasën, se lazët, dhe më thonë driti pas shpirti. Dhe atë moment, dhe më thonë, kur kam ardhë me pëshelë këtë restoran, kam pa gjithë momenti parë, dhe më thonë, akon qaj portret i tina, e kam ditë se vjen që ti. Pse është konë kënaqësi edhe tina, dhe më thonë, me bashkuzje në veti, më konë gjinja, dhe më thonë, në veti, me pas një muhabet, me kalu mirë, me kalu bukur, po edhe me pas kush mi prit. Edhe në këtë arsye, dhe më thonë, gjyshi jem dhe gjithë kanë prit, sukur për parë, dhe më thonë, në safer, po konë zemër të modhe dhe kejtë, dhe për atë arsye, dhe më thonë, e meriton, dhe më thonë, një vend që aty ku e ka. Kelmendi Kellis është për lidhë, dhe më thonë, edhe restorani me emin. Tash po më interesant pak, prej cilës anë, dhe më thonë, të kemi ty personalisht? Se i përmendi këtë stafin prej ka janë, po ti me origjinë me roj për cilit vend? Po, unë jam i Prizrenit, i shotit Shpenadi. Jam i lindum në Kosovë, jam i rritëm në Kroaci, kam jetu 20 vjetë në Kroaci, që 10 vite jam tash në Zvicër. Sa ki malë, sa ki nostalgji për atë vend? Ase për atë vend, është një vend ku të pushon shpirti. Edhe me nëzisë presim, dhe më thonë, pushimet se i kena, dhe më thonë, me shku në atë vend të urin dhe me kalu. Pavarësisht unë kam
jetu shumë shkurt atje, po apet sa apet shpirti më pushon atje. Pushon atje. Unë e di që e viziton shumë shpesh, edhe pse ndoshta kjo punë ku jemi këtu e don angazhimin, e don përkushtimin, edhe don këgja obligim shumë të madh, për shkak që 365 ditë vitit ju punoni, domethënë ku të ketë pushojnë, na që duhet me punu. E sidomos për shembull, sidomos kur është puna ndoshta më e madhe është sezona e verës. Edhe sezoni të verës i on 2 terrasa, në 2 anë, domethënë që këgja ka tregojnë tjetër. Po, na e kena domethënë 2 terrasa, se restorani është goxha i madh, është domethënë për 300 persona, 300 vende e kena këtu. Por te na sezona nuk është veç vera, po është edhe vjesht edhe dimi. Pse kena 2 salla, edhe kena domethënë restoranin, ku domethënë janë domethënë 70 vete, kena një sallë tjetër për 70 vete, edhe kena një sallë të vogël domethënë për 45 persona. Ashtu se te na nuk nolet sezona. E kena gati këtë vitin e kena full do të më jap gas. Sa interesant më ka ardhur. Po si më him randa vetën e kom vi vetën si më marrën në Kosovë. Ashtu ma një përshtypje, stofi, ambienti, gjithçka duket domethënë këtu që jeni një pjesë të Kosovës. Po jena, sigur se thash, mu shpirtin pushon atë. Por për mu tash jeta na ka su, na ka tana venet. Tash edhe mu për shembull më ka prutë edhe në Zvicër, edhe në gjithë e kam pas një dëshirë domethënë një vend ku mund të bashku domethënë me shqiptarët, se këto bajnë edhe shumë festa, bajnë edhe shumë dasme, bajnë edhe shumë konorizime. Edhe kjo është kanë gjithë cili o drejtimi jam domethënë se me bashkuzi në veti. Edhe s'ka sen më të bukur, se ku e ki një vend domethënë të bukur ku mund mu taku domethënë shqiptarët në veti. Disa ne po flasim këtë vend këtu, edhe ja kemi nisë bisedën gjithçkapit këtu. Po. Unë kisha dashur që bashk ti marrim shishet e venës me veti, shkojmë pjesën e shankut, dalim tek salla tjera për shkak që këtë ambient këtu, këtë hapësirë këtu, domethënë edhe shikuesit kanë pas mundësi edhe me fillim me po e përshohin edhe tash, por brenda këtij vendi këtu janë edhe 2 salla tjera. Njëra sonte ka ditëlindje, për vjetorin e 50 person, edhe ata nuk e din besa që o labi këtu, edhe këna me qatë derën edhe këna një surprise. Edhe në anën tjetër është edhe një sallë tjetër që edhe ajo është ishë rezervu për nesër mbroma, ishë punu dekori, është ajo rezervu. Nëse më duket o punu dekori gjithçka deri po, është desh më bëgati pak ma herë dekori, po është për nesër drejt, domethënë edhe ata ka një festë. Okej, a qohen me shkojmë ato, po i marrim me veti. Kjo salla e vogël? Kjo është salla e vogël, këtu bën shumë festa familjare, këtu kena domethënë grupin deri në 40 persona. 40 persona, po si festa familjare, si festa të firmave, edhe çdo një lloj feste domethënë se dëshiron dikush me bën, mu kon veç restoranit. Sa jem bashkë këtu, unë kisha dashur ndoshta shikohet, po kisha dashur me dashur edhe deri te terrasa jashtë. Patjetër. Për shkak se këtu ku jena domethënë hajde. Se kena domethënë daljen, po është dalja tjetër domethënë ku është edhe restorani jashtë. Se kena domethënë terrasën e madhe. Por që tash është pak fresk, kështu. Është fresk pak, po. Po ama unë kur e marr në shtator, domethënë ka qenë tamam për me ndajt dhe për me hongër një darkë të mrekullueshme këtë vend këtu. Gjithsesi se këto verës, domethënë deri në shtator, domethënë gjithë është e mbushur me zënë, se kanë edhe privatësinë e vet, nuk ka shumë zhurmë të madhe, edhe kena pamin shumë bukur domethënë te bjeshtë. Edhe bukur, edhe gjelbrem, edhe gjithçkapin domethënë e bukur. Okej. Por kjo është edhe përparësia domethënë se këto pritër sallën që kanë në hymjen private, kërkosh nuk ju pengon, edhe mund me dalë edhe me hinë jashtë, domethënë çush kena shef na shqiptar, mos më na pengu kërkosh. E bukur është që 2 sallat e kanë hymjen e veçantë. Po, secila sallë domethënë 2 sallat. Për shkak se
Tash derisa mundet me pas 2 salla me pas organizim. Këtë sallë mundet me pas diçka dhe në atë sallën tjetër, kështu që në 2 salla e kanë edhe hymjen e veçantë që mos më përzi me pjesën e musafirt e restoranit. Këtu ku jemi këtu për 40 veta, është gjithçka e rezervuar, e planifikuar, bëhet shërbimi për edhe vet. Qysh është? Shkojmë tek pjesa tjetër, him surprizë. Surprizët me një pjesë atje veç që kena musafir me na. Këtu e kena veç sot domethënë një ditëlindje, një surprizë, po. Edhe kjo është domethënë salla madhe. Përshëndetje, urime, respekt. Veç ju optimit. Pa dashmi pengu, domethënë, kështu që privatësi o privatësi. Qartë. Dhe një shkoj. I vizitum edhe 2 salla tjera. Salla e vogël dhe salla e madhe. Salla e madhe për sa persona është? Salla e madhe është për 70 persona. Domethënë salla e vogël është për 40. 70 dhe 40. Sa e kuptova unë edhe sa po muj me kuptu se 90% është familjar restorani. Nëse 90% edhe më shumë se 90% është domethënë restoran familjar. Prej fillimit domethënë kur kena hap këtë restoran, është koncentrimi jonë dhe se na vetë jena argjen familjar, domethënë këtu me argjen familjar, me bë festa, me festu dhe me kalu sa më bukur. Apo më tregon pak karakteristikat e restoranit. Çka ka diçka të veçantë për shembull pse duhet më tregu klientëve edhe për me ata që pak nuk kanë qenë akoma që duhet më marr. Çka ka diçka të veçantë? Shka është interesant, domethënë se secili person, domethënë sidomos se janë familjar mund me gjetë diçka për veti këtu. A dojnë festa private, a erdhen a la kartë me hangër blok, domethënë a dojnë mish, a dojnë pizza, a dojnë pasta, a dojnë ushqim ton tradicional, domethënë këtë mundi me gjetë. Kur e përmende si të tush ushqim tradicional, zemra shkon te Flia, a ka Fli këtu? Flia të kena veç me porosi. Veç me porosi. Domethënë ku të bëhet në festë private ose speciale, domethënë se i kanë dëshirat, po jena shumë fleksibël, domethënë edhe çdo një person se i ka një dëshirë, diçka edhe se s'kena këto, normal se gjithë e mundsojnë domethënë pas. Shumë shkurt po du, a ka pas ndonjë moment deri sot që ti i ke qudurt këton po du më dorëzo? Asë në këtë vend kur, nuk jam asë personi, domethënë prej momentit parë se kam shkel këtë vend, unë e kam pa potencialin dhe kapacitetit e këtij vendit. Dhe gjithë kam ditë në zemër e kam nisë çka du me bë me këtë vend. I kam pa edhe kur akon thot, kam hecna për këtë vend, i kam pa domethënë familje të hangër, të festuar, të kalu sa më bukur. Pse çu shesheni edhe vetë, domethënë si me stafin, si me mua, si me musafirët që i kena. Domethënë këtu është gjithë një atmosferë e bukur, një atmosferë domethënë se apet lën më kthej këto. Pse domethënë jena një staf edhe një ekip domethënë se e bojna këtë punë me pasion edhe e bojna me qef. E përmende gjyshin, tha që në fakt ai ka pas ëndër për me pas një restorant vetin, ti e plotësove ëndrën e gjyshit, e realizove edhe po e realizon në mënyrë më të bukur të mundshme. A ke dikon mbrapa vetes që të motivon edhe të jep vullnet edhe të jep shtytje që në faktikisht për me pas këtë energji që e ki bashkë me gjithë këtë staf? Patjetër tash gjyshi gjithë ka pas ëndër. Edhe normal një energji tina e kam trashëgimi unë, domethënë e kam përcjellur në krytina. Po për ndryshe, domethënë edhe familjen, pa familje, pa domethënë se mbështet, se është punë e rëndë, nuk është punë e lehtë. Pa mbështetjet familjes nuk është e mundshme asnjëse. Edhe faleminderit shumë për temën domethënë, si për gru, si për familjes domethënë se kanë besim te unë, se kanë durim te unë, se është një punë që bëhet 24/7. Nuk është një punë që mundesh me lënë gjithashtu. Sa i mungon familjes në për festa? Se zakonisht festat i ki gjithë këtë festojnë, po apet, domethënë tash familja jeme më mësu, tash vini bëjnë festat këto. Se s'kan qef me bë festat pa mua. S'kan qef me bë festat pa mua dhe gjithë domethënë shoqëri zoti domethënë kena edhe vend, është kapaciteti i madh. Edhe familja vin tash ndryshi përpara gjithë kena pas festat në tanë, kena hec, kena shku, po tash këtë dinë domethënë vendin ku me ardh, ku me bë, çashtu se nuk mungon kërkosh i familjes. Okej. Këtu sa jemi bashk, e kam një pyetje. Edhe a është e realizueshme nuk e di. A kam shans teorikun e më futu në kuzhinë që tash mrena? Se zakonisht për restorana thojnë nuk u bën më futu drejt kuzhinës, po du me të pyta a bën më futu. Patjetër edhe mundesh me ardh me mua, a me vazhdim. Po, bashkë. Mundesh me ardh me mua, të trak, a pet njëjtin. Hajde.
pretash, qëto, qëtina qëto për të mja bo, një Shkodrës. Ke, shobelo. E, përshëndetje. Përshëndetje. Kështu pjevaj, përshëndetje. A jeni? Nuk ju bom kur gjo kamera, më se të thëja. Qka të një me përgatit? Se o po më del ploka, qka du me hongër në të E vëmë surprizë sot. Ha? E vëmë surprizë sot. Surprizën e Melona? Nuk i du qa shumë surpriza. Të rëkom një qka. Dere, atë për Dobi, mu së të ashte? Simoni po ma përgadit mishin këtu, edhe hajde se kena edhe pizza tonë. A i interesun për për një meze kështu? Franz! Hallo, mir geht's gut? Alles gut, ja. Alles gut. Okej. Dëgjam, po përgatit pizza, po më kanë thonë që je... Boba. Je specialist. Boba. Më thonë edhe plus çka është kryesori është që ki punu në Itali, je kty për Itali... Italiano pure. Italiano, amerikan, spanjol. Italiano Shkodran, i rom Zvicër. Rom Zvicër. Është përgatisim Hajde. një 4 formaggi, një diavola e një prosciutto e funghi. Sì. Sì. Po emozionova, pas e ka sketën e emozionova. Pasha zonë. Faleminderit që ma jepe mundësinë edhe kem pjesë e kuzhinës e panë edhe shikuesit edhe pjesën e kuzhinës edhe stafin e mrekullueshëm. Unë thash, bashkimi i trojeve shqiftare është në një vend, por e di që tash po vim drejt fundit sezonës, dhe më thonë po vim drejt fundit vitit. Fund vitit e di që shumica e bizneseve i shikojnë mundësit se ku duhet më bëhet ndajet e fund vitit. A ka rezervime? Ka rezervime, sidomos dhe më thonë sallat se i pave, se i shiku dhe më thonë janë shumë interesante dhe më thonë për firma, dërsh strane, dërsh shqiptare, shqyqëri zotit, shqiptarët janë të jesë për para, kanë bë firma, janë të punu, që është se nuk kena munges dhe më thonë, shka mu më knaqe shpirë dhe më thonë se shqiptarët kanë besim të ne, edhe se vinë dhe më thonë këtu. Se si në salla, si në restoran dhe më thonë shumë rezervime kena dhe më thonë tash për festet e fund vitit, si për vitëri, si për Krishtlindje. Po edhe këto në Zvicër është pak, që vajnë ahtesën, se më thonë, që i bojnë, kanë qef firmoshe, dhe më thonë, mi kalzu, mi respektu punëtorët e vetë, se qyshe kanë kalu vitin, edhe faleminderit që dhe pëtime, dhe më thonë, që nga zgjedhin neve, dhe më thonë, ju ja pat mundësi. E ti për veti me stafin tënd, ku e praktikon? E bën këtu apo del diku tjetër? Kjo, po, na këtu, dhe më thonë, jena 365 ditë në ditë. Edhe për qefi, dhe më thonë, se e bojnë gjithë, na e bojnë në januar, dhe më thonë, kur ketë mbyllën cenet edhe shkojnë dhe më thonë edhe kalzoj dhe më thonë sidomos dhe më thonë qëto 4 mujtë që i kena full gas që do të me javë, do të me punu edhe na vjen dhe më thonë edhe mirë stafit me dalë, me këshyrë, me pa diçka tjetër edhe gjithë dhe më thonë për gjithë vetë tash 2 vite gjithë u banën cejna këto kena shkull me një vend tjetër, kena kalzoj dhe më thonë tjera dhe më thonë vene ku mujnë me dhe më thonë me kalu sa ma bukur një një tjetër. Po dhe ma shumë të respekti me kalzoj dhe më thonë, se shka bojnë për këtë vend dhe sa 5 vetë tonë këtë vend nuk mundet njeri dhe më thonë një vecë. A ki mendu për mu zgjënu? Po, kena mendu edhe është plani. është plani tash për një restorani, se i ka 300 vene. Mu zgjënu, janë të orë dhe më thonë, është plani edhe kismet dhe më thonë bëhet edhe vitin tjetër. I kena do plane se kanë më bëhet, në Zvicër kanë më bëhet disa pika dhe më thonë me kjedis restoran. Po kanë më bëhet dhe me festa shumë atë më dhoja, e kena tash në planë dhe më thonë edhe sallat e mdoja, kena bërë dhe më thonë dhe festa, ditëlindje, dasme, dhe normal pa tjetër, do të me jesë për para.
A ki mendu ndonjëherë që pika jote ka me qenë edhe në Kosovë? Edhe ajo është njëna prej temave, po besoj se është pak herët. Është herë. Është herët edhe pak. Se mas sporti do më thonë njeri do të më ndrejtë, do më thonë do të me pas këto do më thonë një bazë të mirë ku mujna mu gjanua të e më shumë. Për ndryshë këto të shku shumë bukur, të shku shumë mirë. Këtë musafirë që kina këto, dhe më thonë, kanë besim të ne dhe këto e kina që të bazën se mujna më zhvillu ma shumë. Unë e kom thonë në verzionin tim, po përdu në verzionin tënd në gjuhën gjermane me më tregu ku është lokacioni i sakti i lokalit. Se unë në gjuhën shqipe e kom tregu. Asë gjuhën shqipe, muj me tregu në napet, po, dhe më thonë, na gjindemi, dhe më thonë, në Sone Plac, Emen, Gerlisvi Shtrase, Fire Zibetski. Dhe më thonë, e tregoj edhe në gjuhën gjermane. Kështu, për fund kësaj bisedes, e provova mu ullë me ty, e provova me hynë për sala, e provova me hynë kuzhinë, po du me provu, a më shkon me arë me punu nëse du nesër mas nesër shankes. Mirë se vjen, mirë se vjen. Si dihet jetës kur, a e di ku? Nuk e dihet jetës kur, dhe më thonë, dhe besoj se me reputacion tonin se e ki, na ki shprumë, dhe më thonë, i shkon mirë shumë për ne, dhe më thonë, më konë testë për kësaj hane. Por në qatë tonë ku jetë, dush më konë shumë, dhe më thonë, i vendost edhe zban me leon kërkush me lujt me ty. Jo, as pak, dhe më thonë edhe unë si kisha me qenë shumë i vendost, po ndoshta ma i vendost kisha qenë me konë kamarjer. Kamarjer, dhe më thonë? I këthena zanati që kom pas për para, dhe më thonë para se me ime për unë televizion. Atë ka marrë molli me këthe zanati dhe? Më ka marrë molli. Kështu, këto momente unë përdu një ndim, një gotë për ta qesë. Një gotë, dhe më thonë prej labit e ki, vesh cilën qëta, Jo, se të mush me zgjedhe më thonë, të zgjedhe dishka tonë në qka e kena. Po, qka dënë diçka tonë dënë? Dishka tonë të mush me zgjedhe më thonë, një rakit të rushit, të Rahovecit. Rahovecin. Po. Dhe më thonë, hajt ashtë e hesa, unë e për të shërbejt. Tash unë e për të shërbejt. Dhe më thonë, rakin e rushit Rahovecit, dhe më thonë, që qështo, okej, me që të gotë shërbejt, po. A duhet me ta qitë një gotë tjetër? Jo, që kjo është në regla, që kjo është. Po ti dush me morë dhe tenja? Oftë mirë. Apo të me mlion pavozicët në Zvicër? Hajde, okej, që adonë, bro. Hajde, masimu kite këta është. Gëzuar. Gëzuar. Me këtë gëzuar, unë i pitëm gjithë atyre që cërët fakt kanë bashkë me neve në me një kafe me labin. Faleminderit që qëndrun, e ju cilë fakt edhe që mundësia është shumë e madhe me arë prej Kosovës drejt Zvicrës, drejt Lucenit, drejt këtij vendi, mos harroni se Kellis është restorani ideal për me ardhë me shiju specialitetet të çdo vendi, çdo shteti të botës për shkak se gjitha specialitetet janë me një vend. Unë pata fatin dhe kënaqësinë që isha pjesë e kësaj dite, kësaj nate bashkë me juve, po ju që veni e janë vizitoni sepse mbi gjithar ja vlen. Edhe njerë vëllai i dashur, faleminderit shumë për respektin, për gjithë shkafin, për emisionin Një Kafe me Labin. E di që unë bashkë me kamermanin tash këto momente e bëjmë gëzuar edhe një herë, e mas kësaj gëzuar ulim të tavolina, mishi mu ka përgadit atje e ty karkaleca. Ishim bashkë në Zvicër, në Lucern, bashkë me Kelmendin, jam bashkë me Ekremin po ma përgadit kafen, për shkak se do ta shijoj kafen e pavinit bashkë me marketingun, e Një Kafe me Labin bashkë me marketingun e radio televizionit Një Stënia. E me njëherë pas marketingut, vjen Shpat Kasapi bashkë me Lumin edhe Taulandin, kush të ndau fremeje. Ekremi po ma përgadit kafen mu, e pas pak i përgaditet edhe Shpat Kasapi. Pas marketingut kemi pranë bashkë.
ke thënë se asgjë në këtë botë prej me jesë ndan, por tani që afër s'të kam, se di kush ka faj që mi le o syt me vaj. Kush të ndau prej me je, kush të mbushi me ndjen, të jetosh pa mua, ne jam i plakë në zemër. Ditën kur unë ise në truk mërgimi, për mua ish fundi e për ty fillimi. Do një dit, ndoshta do ta kuptosh, se nuk ishte let, është vështirë, kur unë jam këtu, e ti në gurbet, kam një mal, o që më vret. Kush të ndau prej me jet, kush ta mbushi me ndjen, të jetosh pa mua, me jam i plakë në zemër. Ditën kur unë ise në atë rrugë mërgimi, për mua ish fundi e për ty fillimi. Një dorë për lumin edhe taulantin, prekullushmit, bravo, urin qefa, unë emocionova për vetë. Super instrumentalist, më bëhet qefi, shumë faleminderit. Knaqëm. Shpat ka sapër, sonte në një kafe më labin, shpat knasi që të kam. Jo një kafe, po sa kafe kemi pi labi dhe i njëti s'kem të shufare, përgëzoj shumë për këtë ambient, ka që të bukur. A i kishe këty vetën në kohën e atëhershit sot? Definitivisht. E nëse kishe këty, qka kishe bo? Definitivisht e kisha këthy njerë të përgjigjen të pyetja e parë, sepse ajo kohë nuk zavendësohet. Vetë shkaku që nuk zavendësohet është ajo që na merr malli, sepse gjithë shka ka qenë e natyrshme, e prekshme, si të them, harre, njerëzit kanë pas më shumë disponim, nuk ka qenë asgjë virale, virtuale. Çdo që e kemi bo për momentin, edhe sikur një këngë të ishte hit, wow, ka qenë një wow për gjithë këngë. Kanë tingëllu instrumentet më ndryshe. Se di, ka qenë një muzikë që të merte malli, kishte hite atër, kishte këngë që të merte malli, nuk kishte shumë rrjete sociale, apo jo. Më thonë, për çdo gjë të merte malli. U përjetoj ke kënga ndryshe. Po normal. U përjetoj ke kënga ndryshe. S'kishte edhe shumë këngë labi në atë kohë? Jo, po, ama ato sa të pak këngë që në konë jënë përjetu. Unë pse po e thëmë jënë përjetu, për shkak që sot e ki në rrjetet sociale dhe sot e ki qastin edhe komunikimin në përmjet të rrjetet sociale. Unë e mbaj mend shumë mirë shfatin e Top Festit apo e këngës magjike ku ngajshin njerëzit, domethënë mi u prek, e këndojshin këngën, domethënë mi u ndëgju, kështu që unë për të ajo kohë po e flas, domethënë që ajo kohë kon pak më ndryshe, më e veçantë. Më e veçantë edhe se di, edhe intervista kur i pshim në për gazeta, kur dilte gazeta, me mësi pritëshin njerëzit tablejnë atë gazetë. Ka qenë kohë pa paralajmërime, si që bëjmë në tash paralajmërim, da bëjmë tash një paralajmërim Instagram edhe njerëzit e presin, nuk është interesante kjo. Atër kishte wow, pa pritëshëm dilte çdo gjë, edhe ishte e pa prekshme. Një këngëtar ishte i pa prekshëm, sepse nuk e prekshet i këngëtar, por nuk e shifshe gjithë kund. Janë qenë kohë shumë interesante, nostalgjike. Nëse kishë dashur mi këthyna, kush të ndau prej mejeve që ndëgjumë, dhe më tonë që interpretove, është një nga pi këngëve që nuk vdes asnjëherë, dhe më tonë është i jotja. Është një këngë brezi i atëhershëm. Po, edhe i sotit besa nuk është që... Nuk e kanë harru. Nuk është që, po. është këngë e bukur që nuk e kanë harru, edhe se çdo këngë lab nuk mund bëhet hit,
si të themi. Një këngë do bëhet hit nga albumi. Po flas mega hit i madh. Prandaj edhe nuk është harru një këngë. Ajo që ka ngel në bezbrezash, po dëgjohet sot edhe kësaj dite. Jo, se për mu harru në vallë Kosovane nuk harrohet kur. Edhe kjo nuk harrohet edhe vallja më po him. Vallja më u bok, kështu që. Unë gëzon fakti. Tek këngë më pashme, po i ndali këto dyjat, po i lo këto dyjat, nuk po du me i prej këto dyjat për shkak që janë interpretohen edhe sot, por besa interpretohen ndoshta edhe prej kolegëve. Po, kisha dashur mu këtu të këngë tuja, cilën prej këngëve kisha dashur me rikthy sot, me bo një remake edhe me kujtu ndoshta. Nuk më shkon mendja, Labi ka disa këngë mediterane, për shembull Krella, Cazzurella, Bella, Coccinella, kam pas në festivalin e RTS se kam kënduar, kam gjel pak me rezultatet zhgënjyse, po, s'ka gjëra që ndodhë. Këtë e kisha rikthy, është një tjetër, një balat, me shikim do të ndjek me ledha ti me përqafoj. Kjo është shumë e bukur, vetes nuk ja fali, të dashuroj, për shembull dhe kisha bolla. Po, prap, kur ta mendosh remake-i nuk është i asaj koha. Ka qenë brezi i asaj koha që nuk, rinia e sotit nuk e shijojnë, ma shumë e shohin TikTok se. E përjeton njëjtë skenën? Si që ki përjetu për para? Po, nëse i thu vetës artist, jetë gjithmonë i njëjtë. Artisti do t'jetë gjithmonë i njëjtë. Si kur t'ket edhe pak publik, ose se nga shumë arsye ndryshme ndodhin që vinë më pak njerëz, janë koha, ajo është organizimi dobët, është bërë reklama, ku e di. Duhet artistit ndihet njëjtë gjithkund. Pranaj edhe një artist rinë në skenë edhe ka që kohë. Ki emocionën njëjtë kur të merë mikrofonin si... Jo çdo herë. Jo çdo herë. Jo çdo herë, jemi sinqert, por shumicën e rasteve jam. Kur i kthehemi kohës, asaj kohës më parshme që e përmenda, më thonë që për dikon thot cideskopo para një dekade, para 10 viteve në atë pjesën dhe më thonë të koncerteve të shumta, të mramjeve të shumta, mas festivaleve sidomos. E ndjen atë mungesën e brimave, e duartrokitjes, brohoritjes, të më tonë, ku faktikisht ndoshta edhe në për koncerte mrenda, kur e kam pas një plankart, shpati, të dua, dhe më tonë. Janë shumë dalimi madh, edhe po ma bit fakti se mbrenda 10-15 viteve sa shumë ka ka evoluar koha, sidomos se teknologjisë në këtë rast. Sot, për shembull, çfarë ndodh kur mbaron një këngë? Ha, kemi dalë mirë? S'ka duartrokitje, pak fare. Ose ka këto jam, të gjona. është sot ma e vështirë me bo një këngë se në atë kohë, apo atëherë ka qenë ma e vështirë? Kjo është tregu shumë i ngarkuar, ka konkurencë madhe, është më vështirë. Nuk e din ku a do i përshtatet, a do ngjoj drinia, apo këto manë mosh, apo... është shumë vështirë. Shpati qatë mungon prej asaj kohë? Brohoritjet, si theti, duartrokitjet, e sinqerta, natyrshme kanë qenë atër. Videoklipet ishin më etike. Nuk ishte shumë zhveshje këto gjona. Si që janë botë përditshme. Festivalet. Shumë gjona. Nuk më kujtohen për mend, po janë shumë gjëra nga që edhe s'diti i numroj. Shpati, kur jemi të e përmende festivalet, ke qenë dhe më tonë edhe pjesë e festivaleve, qoftë Këngës Magjika, po qoftë edhe Topestit, pastaj Notapestit, Polipestit, Kosovës, kështu që ke qenë pjesë e festivaleve. Nëse do t'jeshte mundësia ta përfaqësoje, a Kosovën apo Shqiprinë në Eurovision? Një kompi e kam thënë, nuk e di, jam dyshim. Nëse një vjetë e kishë po Kosova, kisha shku vitin tjetër Shqipëria. Kur është konga e bukur, Labi, si për mu si Kosova si Shqipënia njëjtë, jo, ne jemi një komp, është konga e bukur, pse jo? Po pikë spari, kur është konga e bukur, vetë të tërheqë të prezentosh. Një shtetë, për shumë, shtetë Shqipfolës, normal, si Kosova si Shqipënia, tash një komp jemi. Ku ndjesh ma shumë shpe? Po nga që jam ma afër Kosovës, ma shumë Kosovë, po Tiranën e du shumë. E du sepse ka afër detin, klimën e ka më butë, është më mediterane, e du pak.
Ki një nostalgji për shoqërinë e vjetër, për njerëz të vjetër, për shkak se unë një edhe shumicën e miqve tu të asaj kohë, për shembull, shumë Shumicë përbashkët. shumë shprehje, domethënë më kanë met për asaj kohë, domethënë, ku janë vorrat. Burimi janë mirë, po dëgjohem shpesh, ta përshëndesim Burim Sopën. Përshëndetje për mikun tim vjetër që e du fort Burimin, e dinë edhe ai vetë. Përshëndesim Burim. Miqtë, ne ka thonë një shprehje e pleqë të mos pështyj në pusin e vjetër, kështu që nuk kemi pështyj njëri me tjetrin, dëgjohemi ko pas kohës, çdo kush është bërë me familje, me angazhime edhe më gëzon fakti. Jemi bërë me fëmijë, edhe po nuk harohemi kur. Çdo bajram, vit i ri, nëse shifemi harojmë njëri tjetrin. Tash kur ke, domethënë erdh pas save jem taku me Florin. Flori Shehut ka bot falë. Jem taku edhe me Florin, se erë prej Francës edhe kështë që. Flori shpëtoi një familje franceze, edhe shko heroj në qytetin tonë. Po. Kur ajo kjo kohë, ndryshimi, evaluimi, rjetët sociale, jeta ma dinamike, jeta familjare, përkushtimi, shumë qka dhe me thonë ndryshoj. Ndryshoj që të largon pak për shoqënisë, normalisht, sepse çdo kush shef angazhimet e veta, edhe çdo periudhë kohore, si teme ka bërë veten. Njeta ka ulljet dhe ngricat, zbatica, si thot, ulljet dhe ngritjet e veta, po e përgjithshmja lap, mirë është kujtosh edhe rinin e vjetër edhe këto, thjesht njeriu jeton me të kaluar ndonjëherë edhe me të ardhmen. Edhe ndalesh kur i kujton bën dhe dallimin, thuajnë shumë shpejt ecin vitet, ti e din që edhe ne kur të shoh ty rrallë shifemi edhe ka gjona të reja për herë. Kur e përmende gjonat e reja që ka për herë, që ka tre kohën e fundit? Treja projekte lap kam shumë, dikon kam editu tash, po hapet tetori është muj shumë i mirë, unë këndojnë diaspor shumë, shqyqyrë zotit që është. Dhjetori tash të mos nëntori po presta marrë vizën, nëntori është i mirë, festat, por të qemi sinqert nuk është si qka qenë. Me thënë, çdo vit vinë duke rënë mbrëmjet, s'di pse, ndoshta kjo lufta globale që bëhet, apo rritja e çmimeve, apo diçka po ndodh, po unë po i rezistoj kohës. Po i reziston kohës. Mbrëmjet vazhdojnë me qenë, darsma si zakonisht. Darsma verës kemi goxha, behar. Darsmat janë shumë interesante, njofton njerëz të rejt, përqafojnë dunë, sepse ai të ka ftu speciale dhe ti je më i dashuri atyre atë natë. Që o zbukurosh darsmën, ato do jenë gjithmonë darsma për një këngëtar që ka emër. Pa dashtë me hy aton për shkak që e ki spjegu edhe shpesh herën për intervista dhe me thonë për atë ndodhin cili veç ka pas ndodhë dhe me thonë edhe u te kalu gjithë shkapi, po kur e shikojmë dhe me thonë, mini sezone darsma është edhe kje dhjetori tash. Te dhjetori vjen një mini sezone u bo dhe me thonë me darsma. Dhjetori është shumë interesant sepse janë edhe krishtlindjet. Ti e din që ne jemi popull edhe me që i përkasin fes katolike, pashtë edhe ortodokse, edhe unë gjithmonë kam ftesa për krishtlindje dhe shkoj këndoj me qefin matë, sepse ne jemi një komp, me fet ndryshme. Edhe kënaqësi e madhe është edhe për mu që i njoh atë traditën e fesë katolike, për shembull, dhe kënaqem, sidomos Shqipëri, festojnë shumë krishtlindje. Është ajo festë, nga që the edhe, po pastaj përgatitja e kësaj festës është shumë interesante. Përgatiten më parë ato, bëjnë ato traditet e veta, e hanë atë gjelin e detit. Kanë traditat e bukura që mund pëlqejnë, edhe ulemi me miq e shok, është ajo para përgatitja e vitit 30, po janë çastet bukura. Kur e përmendet, ti je edhe ai që din me miledhë dhe misht për Ramazan, sidomos edhe për Bajram, edhe për pos festat se përmendet katolike, ti shpesh edhe ki ditë me miledhë dhe mi thirë në për iftare. Bravo, ajo misht edhe nëse janë kanë qenë si ne muslimanët, si ato neve katolik, dhe më thonë kanë qenë prezent. Naftojnë edhe ato dhe ne, kështu që kjo të regon, kjo është qenjë sensibilizimi që ne duhemi vërtet njëri me tjetrin, pa marrë parasysh çfarë feje është. Shpati, a i bjen pishmonit ndonjëherë për ndonjë bashkëpunim, për ndonjë këngë, për ndonjë send që ki bo të asaj kohë? Të pyetje ma kam bo, po nuk i bi sepse i bie që të vinë kontradikt me vetveten, sepse unë çdo këngë e bëj njerë me dashuri, e pregadiste, e dua atë këngë, pastaj e bëj, i bie sikur të vinë kontradikt. Ndoshta me një mungesë të producentit e bëj, për shembull më ka pengu kur është bë ajo këngë, kur është gatu, mix master i thomin. Do shta më pengon masterit të një këngë, po si këngë asnjën nuk mund
ta kundërshtoj. Nëse unë e di që edhe bashkëpunimet ki pas, por nëse ndonjërin prej bashkëpunimeve ki me vequ, cili kish me qenë? Me Bleron, falma, ka qenë kalon në histori. Ajo është njëra prej këngëve. Edhe me Kaltrina Selimin është ajeti ai, është shumë e bukur që ma kanë lavdru. Bashkëpunim tjetër nuk është, ndoshta nuk është se më kanë desur në bashkëpunime, duetet, them drejtën. Por është një thyrje pak, është një thyrje, gocë qunë. E kur presim diçka si vjeta, ka me pas diçka? Duket diçka, sepse i shoh pak po afrohen ke folku, këtu du në hinë, me na hinë hisë, si dhe mirë se të vinë. Po pinë të folki pak. Për një kodë më thonë qëfarë nuk dëshë me nditar, asë ndasë ma së dëshë. Tash ta kthejnë me njerë përgjigje në Instagram. Tash kam fillu dhe dasë ma. I kom disa pyetje shumë të shkurta. Pa tjetër. Sken apo studio? Të dyja, ta bën të them? Po, hajtë njërë Skena është për një artist, skena. Po që Dashuria... s'munde njëra pa tjetërën. Sepse e qiron kongën skena dhe këndon në studio dhe... Për shpatin është dashuria apo fama? Dashuria. Dashuria. Balad apo këngë ritmike? Balada. Dhe me thonë baladat në besin. Dhe baladat e gjej vetën maksimum. Fansat në koncert apo në rrjeta sociale? Në koncert. Koncert, është shijojnë koncert. Dita e diel në shpe apo me shoqni? Me shoqni jashtë natyrë. Natyrë. Te kafja, jemi të një kafe me labin. Po. Me kënd ka marrë malli me pi një kafe që kishë dasht më këthy edhe ndështë mi të regu shumë qka, me bisedu shumë qka me ta. Qoftë këtë jetë, apo qoftë që nuk është në këtë jetë? Me babën, masi ma fej këtë punit. Edhe pse kom qeni i vogël, po do kisha dash, normal, pse po rënë qethem kër e them, një përqafim grot, pastaj kafe. Babin e kom pas shumë autoritativ lap. Pa. E njef gjithë Thetova, gjithë Maqedonia. Edhe po ta dishti një gjë sekret, që se shumë brall njerëz e din, kur ka ardhur Richard Gere, i madhi i Hollywoodit, e ka prit babim në zyrë, i pari, Richard Gere. Ka dhe i fotografi me të, ka qenë i veçantë. S'kam fjalë. Kjo është, me thonë njeriu. Po, a ka ndonjë person që fakt, minzi ki prit me dal me pini kafe me të dhe kur ke dal je dëshprupi ti? Jo, nuk kom pasu. Kom talti dëshpru. Si ta themi zhgënjym ma shumë? Pa, i zhgënjym. Po e marim i zhgënjym. Baj me në drejtori të RTS-s, si jam baj me në temrin. Se i besi kur ja fus kotë kështu. Si jam baj me drejtorin e RTS-s, do premtime të vogla kështu, edhe u dëshprova pastaj pas festivalit, po. Gjera që shkojnë, si mësë mësohesh, ka gabimeve, Prej kolegëve. mësohesh nga jetës. Prej kolegëve. Prej kolegëve jo lap. Jo, prej kolegëve përdu kafe arme e shishme, me këndër. Me e shishme. Me shumë njerëz, unë kom qenë te Genta në shtëpi, te Blero në shtëpi. Edhe ato kanë qenë gjithë, te Rovena Stefa, që kemi shku shumë mirë, edhe shkojmë akoma. Te Ermali, as nuk e diskutoj. Unë kam bo shumë respekt, do me thonë, ku tjetër. Shumë kemi pas shumë qaste të mira, me mamin e Gentët, për shumë në ka hecë muhabeti shumë. Te Adelina Tahiri, shumë i do Genta familje. virale këtë periullën e fundit. Genta është shumë interesant, është Virale o bon rjetët është njeriu më i padjallëzum, do me thonë që njof. Genta është edhe mami përshëndes, shu familjarisht, ato janë të përkrymë, mrekullushëm. Adelina Tahiri me Teutën janë mrekullushëm. Ato di du shumë, e din ato vetë, për qafime pa fund. Blero, Zotri Bajrami me shoqen, shumë herë na kanë prit mirë. Edhe mami im Gjulim Sere i ka prit normal. Kur kemi pas na i Zamfina atër me Ramet Monën, kanë arte në shumë, kemi pas. Më thonë, sa i njof këngëtarët, ja u njof edhe prindet se na ka bashku. Pa, gjithmonë. Shpati, e di që gjithmonë ka qenë shtyllë, ka qenë motor dhe ka qenë ofër teje. Mami ka qenë, vazhdon dhe me tonë me qenë atë koma dhe sot e kësaj dite, krahojë të djathë dhe një mbështetje jashtë zakonisht e madhe. Pak një kritika ka fillu kove të fundit, po mirë. Ajo me kritika sonal kur. Profesoresh, me kritika sonal kur, po ama i ka pas kritikat me vend. Po foli, me vend i ka pas kritikat. Disa.
Disa. Bravo, s'pajtohet, po disa. Shpatja, a din me kërku falje? Po t'isha pajton, zë isha dem, ola. Ej. Ditë A kërkoj din me falje. kërku Di edhe atë shumë mirë në momentet caktume. Okej, kuj kishe dash me kërku falje prej emisionit i Kafe Mlavi? Falje. Ej, më falni be krejt, kujt i kom bona. Krejt bes, qa kom bo gabim ma falni. Se di, nuk është. Mas miti këneja refrenin, falë ma. Falma, kam Kam gabu. gabu. Se di, nuk më pyqe e vështirë. Shpat, a ki dikuj me thonë faleminderit? Falemderit shumë njerëzve. Selvijes, falemderit që ma ke bo Roelin edhe që e shumë e mirë, e din ti. Mamit, Gjylim Seres, që më ka prun këtë botë edhe është mundu gjithmonë, vlaut, motrës, shumë njerëzve. Çdo kush e kalon një përshtypje të unë edhe një ftyrë që unë s'mund t'ja u kthej asnjëherë. Çdo kush me ato mundësitë e veta. Që kam edhe unë i di shumë mirë, po t'i them tani janë pohet shumë. Shumë falenderime. E përmendje Shokëve që më kanë suportu gjithmonë, se di, plot janë. S'di ku t'i nume, se njerë i thash dy e ke ngell hatri tjerëve. Më mirë s'pe i them fare. E përmendje Roelin, po dasht me hyrë në atë pjesë më Jo, thonë lirisht, pjesë familjes, po e di që e ka një fizionomi të Si dyve. ti me po. Por ma shumë anon ka te. Dëshiron që t'jetë këngëtar? Roelin unë do mundohem mos jetë këngëtar, ma shumë bëhet sportist them. Mendoj që është një kulturë sportive, kulturë sportive është më ndryshe nga muzika, nga arti. Sepse mendoj që edhe arti nuk vlerësohet më, sepse sot talenti i një artisti kalon në komercializëm, automatikisht edhe më shumë e shofte sporti, sepse është trupi im kështu. Unë kom qenë sportist vetë, basketbolist, e kom dash basketbolin shumë, më para se muzikë. Pastaj jam rikthyer në muzikë. E shofte sporti më shumë. E i vogël është akoma. Po bën 4 Roeli në 19 janar. Mashallah. Faleminderit. Shfate, unë e di se i përkushtum edhe i apon edhe ndaj familjes, pa marrë parasysh pëse shpesh herë dim ndoshta edhe me thonë jo këta, se me lexu në për portalin, me lexu në për asëne, por përkushtimi edhe dashnia dhe respekti ekziston, dhe me thonë, edhe për ty. Shpat, për fund, dhe me thonë, kësaj interviste, po du me thonë, mirë se vjen si vjetë tek 25 vjetori i labit, po e thonë publikisht për jene parë me ty këtu. Mirë se do të Atë gjej. pres, dhe me thonë, me qenë pjesë e vitit 3. Nuk do jetë e shtunë, besoj? Jo. Sepse stuna, Jo. si thoi Shqipëri hambuk. Jo. Shumë dhe hambuk. Jo në sensin hambuk, fitojmë që të hambuk. Po, ashtu i bjen hambuk. Hambuk stunave. Kisha pas qef që për fund, krejt komplet për fund të emisionit, ndërshta që me përmbyll emisionin me diçka, me disa për shprehjeve, ndërshta që edhe një falenderim që e bën ti, publiku tënd, po në të varqe. Të të varqe, pa tjetër. Hajde. Kur jepet? Të djelen, dhe me thonë, ora 21, dhe me thonë, është emisionin një Kafe Djelen ora Mlavi. 21. Gati? Po, gati e. Moharonit na shefni delën nora 9. Të vëniste një lavi. Shfate, falimderit shumë, edhe pse unë ja fillova me kusht të ndau prej meje, po nuk du me të lëshu, në fund edhe pa diçka. Nuk. Nuk lishau. Nuk lëshoj. Edhe për fund diçka dhe me thonë, bilem spaku një refren, ndo njën e spejkangve që ty të flenë zemra. Okej, një që se kom moti. Vetes nuk ja fali që isha me ty, sa shumë netë pa gjumë, nesër do të jetë më mirë. Vetes nuk ja fali që isha me ty, sa shumë netë pa gjumë, i vetë muar. Specialisht e për lavin kjo. Faleminderit shumë. Një pyetje në fund, para se më përshëndet edhe me shikuesit. Se ti për herë ke kështu për fund diçka. Gjithmonë e kam të fundit, po nuk soset ke fundit kur.
Tek po fillon veç Big Brother VIP Kosova. A ndodh me poshvat kasapin tek Big Brother VIP Kosova te Big Brother VIP Albania? Kom qenë kundër dhe të regoj drejt, po kove të fundit ka fillu të më pëlqeje. Sepse po është një rikëthim i famës i lezet shumë për aty. Edhe kur si dijet. Kur si dijet? Si dijet, ta shofim. Në më tonë, po do me lonë kështu si në nëheshte nuk e di ma të përrat. A ma shumë të Kosovat të si është Shqipnia? vendi bot ku vendi, thëshin. Tash njerëzit dun skandale, dun gjërat realta, të të shofim me një reality show, se sa të të shofim me një emision. Pajtohesh me më besoj. Edhe kështu që pse jo. Okej, nuk i di. Fillim kom qenë kundër, e s'pranoj, tash mendoj se kisha gjetë veten aty, po varet. Prap thom si da e kem disponimin. Okej, kështu që... Se unë pak me dy mendje. Diçka tham, por diçka nuk e tham. Shpat, edhe njëre, falemderit shumë që të pata pjesë emisionit i Kafe me Labin. Për butikun, Valone, edhe të urejt tanat mirat. Mu po vjen mirë, një respekt edhe një përshëndetje edhe për ty, por edhe për familjen tonë komplet, prej studios emisionit i Kafe me Labin. Edhe unë shikuesve i thamë që ndrojmë bashkë me radio televizionin një stëne, që ndrojmë bashkë me emisionin Një Kafe me Labin, nga këtu, për thamë falemderit edhe prej Lumit, prej Taulantit, Ekremit, Astritit, Hajdarit, Okit, Ambit, edhe gjithashtu Beratit, të cilit fakt ishim pjesë sonte e emisionit Një Kafe me Labin. Ne takohemi javën tjetër bashkë me Pavinin, bashkë me Valonën, në njëjtin vend, në adresën e duhur Një Kafe me Labin në radio televizionin një stëne. Tung tung.